Deri këtu e pam botën edhe Charlin me sytë e Emës. Tani të shohim Emën me sytë e Charlit. I pëlqen ta shoh kur vizaton dhe mrekullohet kur ajo i bie pianos. Charli e do Emën, por sipas mënyrës së tij, i pëlqen Niko Qirlleku i saj, kur kjo nxjerr gatime të këndshme, piramida mollësh, glikora. Tregon me mburje skicat e saj. Të gjithëve u tregonte me mburje në sallën e ngrënies 2 skica të vogla që kishte bërë Ema me laps. Por fjalia kyç që shpjegon gjithë historinë e tyre, mos kuptimin, tradhtin, vetvrasjen, është kjo. Charli e çmonte veten akoma më tepër që kishte marrë një grua si kjo. E pra Ema e shkëlqyer, por si mobilje. Merita për blerjen e secilës i kalon Charlit. Mënyra se si e sheh ai atë është dhe arsyeja pse s'ka për ta kuptuar kurrë dhe gjithmonë do të kujtoj se është e lumtur. Prandaj dhe vetvrasja e saj në fund është si rufeni qell të kaltër për të. Nga ana tjetër, pa aftësia e tij për t'ia kuptuar dëshirat, e shtyn Emën në trishtim, në mërzi, e shtyn në kërkimin e diçkaje që do t'i mbush boshllëkun. Dhe në fakt po ta shohim gjithçka që bën në shtëpi, është ose vanitet ose hobi, vizatimet, pianoja, gotat për të shplar gojën me ujë të parfumuar. Kur kërkon njeriu hobi, kur e ka ditë mbosh dhe kërkon ta mbush. Dhe në fund ky boshllëk do ta çojë kërkimin në një shkallë tjetër më të lartë, do të kërkoj tashmë një njerëz që ta kuptoj. Dhe kështu vjen tradhtia.